Në datën 27 prill, brenda kësaj jave pritet vendoset në funksion landfilli Sherishtës. Lajmi i mirë është konfirmuar nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, ndërsa pritet që në fund të kësaj jave telenovela të ketë përfunduar dhe të vendoset në punë një ndër projektet më të rëndësishme që ka qeveria shqiptare, e pikërisht që është landfilli Sherishtës, që do të bëjë të mundur menaxhimin e mbetjeve urbane të qytetit. Kryebashkiaku Dredha ka thënë se mjetet do të dërgojnë në landfill dhe se nuk do të depozitohen më në vend grumbullimin aktual të Vlorës dhe të Orikumit. Kjo do të sjellë edhe mosdjegje të mbeturinave për të mos patur kështuas probleme gjatë sezonit turistik. Se fundit kësaj jave, që i data 27 ose 27 ne do të fillojmë të vendosim funksion Sherishtën, që kam thënë gati 5-6 herë në publik, duke do jetë si gënjeshtër, por që janë procedura që s'ka qenë vetëm dorë të bashkisë, dhe këtu do ademi kuptimin e gjithë banorëve. Por në datën 27 fillon zyrtarisht vitet, vitin më përpara të fillon gjithë makinat teknologjike që mbledhin mbledhje të qytet, do t'i vendosim në këtë investim të ri që kemi bërë bashkë me Bankën Gjermane për Zhvillim, me KFV-n, dhe përfundimisht ne nuk çojmë më mbetje as te fusha këtu ekzistuese, as te fusha në Orikum. Ndërkohë faza tjetër, që është edhe faza finale e gjithë procesi, është kapsulimi i këtyre fushave. Procedura bëhet po prapë nga Banka Gjermane për Zhvillim, është fondi gati, është projekti gati, por kanë procedurat e tyre që ne do t'i respektojmë në zgjasin 3-4 muaj, nga momenti që fillon procedura derisa fillon dhe investimi konkret. Por ne për të evituar zjarret të mundshme, sepse atje ajo lëshon edhe vetë ato kimikate që mund të prodhojnë zjarr vetë, ne do të bëjmë një kapsulim të imët si bashki me inerte, flas me këto katllavan që i themi në gjuhën popullore, pra, ku kemi ndërtime të reja, me qëllim që të evitojmë zjarret të paktën që mos na kthehet bumerang për sezonin turistik. Kështu në datën 27 prill, pritet që të vendoset në punë landfilli Sherishtës, një lajm ky shumë i mirë për qytetin e Vlorës, ku të gjitha mbetjet urbane të qytetit nuk do të depozitohen më në vend grumbullimin në lagjen 24 maj, që shpesh ka rënë pre edhe zjarreve, por tashmë në landfillin me teknologji të lartë.